Ju punoni në gjykatën kushtetuese që po e dini se do të thotë gjykata kushtetuese? Sot pra dështoj për të 17-ën herë me radhë votimi për formimin e komisionit i cili e mundson votimin e fshet për kandidatën e propozuar për kryetare të kuvendit. Pra për 17 herë radhazi, partitë e opozitës refuzojnë të marrin pjesë në votim me arsyetimin që problemi është tek Albulena Haxhiu, tek emri i cili është propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje, ndërkohë që po të kishte qenë ky problemi, ata do ta kishin bërë të mundur, pra do të kishin bërë shumë mirë nëse do ta votonin komisionin për mundësimin e votimit të fshet, dhe ndërkohë që me procedurën e votimit të fshet do të mund ta shfrytëzonin të drejtën për të mos votuar pro kandidates që është propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje, pra nga partia fituese e zgjedhjeve të Nënshkutit. Pra po e shohim që e kanë të njëjtin argument që po e përdorin vazhdueshëm për të njëjtën arsye për të vazhduar edhe më tej bllokadën në kuvendin e Republikës Kosovës, ndërkohë që ne si Vetëvendosje në vazhdimsi kemi thënë që ky është qëllimi i partive opozitare në kuvend, pra vazhdimi i bllokadës dhe pamundësimi konstituimit të kuvendit të Republikës Kosovës, duke mos marrë pjesë madje për 17 herë radhazi as në votimin për të krijuar një komision i cili e lejon procedurën e fshet. Pra është një procedurë cilës do duhet i nënshtrohej secili deputet në kuvend Kosovës me vot, ndërkohë që i kemi një numër të deputetëve cilët nuk marrin pjesë fare në votim, dhe kjo madje është edhe shkelje e vetë kushtetutës, sepse jemi të qartë në atë çfarë kushtetuta kërkon prej deputetëve kur jemi në procedurën e votimit për konstituim të kuvendit. Çka do të jetë kuptimi i cili do vendon të gjykatës kushtetuese, kur gjykata kushtetuese nuk mund të thotë se duhet të shkojë në votim të fshat. Gjykata kushtetuese mund të thotë që vetëm mund të shkojë apo nuk mund të shkojë. Ju punoni në gjykatën kushtetuese që po e dini se do të thotë gjykata kushtetuese? Do të thonë ne jemi në pritje të përgjigjes së gjykatës kushtetuese. Unë nuk jam e sigurt nëse do të thotë kështu apo nëse do të thotë ashtu, sepse unë nuk e përfaqësoj gjykatën kushtetuese dhe jam shumë e sigurt që asnjëri prej neve këtu nuk e përfaqëson gjykatën kushtetuese dhe nuk mund të flasim me kaq siguri që gjykata kushtetuese nuk do ta thotë këtë, por do ta thotë këtë. Do ta presim vendimin dhe do të veprojmë bazë të asaj çfarë do të kërkohet nga vendimi i gjykatës kushtetuese.